Ka ndodhur kjo vrasje që ta dishti. Vrasja është e një portugezi, dëgjoni mirë, që vjen nga Anglia. Dhe me sa mësova tjetër është që ky qenë ka futur në një grup francezësh. Turist. Po, francezi. Francez, dhe kanë ardhur këtu. Tashi, ndoshta lajmi mund të jetë i gabuar. Është futur një grup francezësh. Domethënë mund djalë 20 vjeç është ai erdhi çun, marrin të rinj njëri tjetrin, e kupton ti? Mund të ketë pasur ndonjë të dashur atje ose ndonjë shoka në një gjë të tillë, e kupton ti? Dhe kanë ardhur këtu. Dhe e kanë çuar në një vend për të pirë, që natyrisht duket edhe një vend, si thon këta të rinj, trendi, që njerëzit i preferojnë këta të rinj. Dhe aty me shumë lezet, do sytë e mia kështu e shikoj unë, e kanë futur në grindje. Dhe kanë përdorur këtë trukun që ai ngacmoi një vajzë. E mban mend që të kam thënë para gati një viti që sigurimi shqiptar, shërbimi informativ dhe policia marrin vajzat të reja dhe i trajnojnë për prostituta karem. E kupton fjalën? Domethënë, i trajtojnë në mënyrë të tillë që ato të jenë të afta të fusin në kurth njerëz të tjerë. Qoftë për t'i grabitur, qoftë për raste të tilla që mund t'i eliminojnë fizikisht. Dhe ti je i sigurt që kjo nuk është një metodë që bëhet sot në Shqipëri. Është bërë edhe para 50 vjet, para 80 vjet në Shqipëri. Po. E kupton ti? Dhe do t'ju rikujtoj shqiptarëve kë donin të fusin kurth. Te portugezin. Po për çfarë arsye? Aty do vim te arsye. Po. Tani njëherë për një mbetemi në kuadrin e amëndësimeve. Okej, po logjika të çon të kjo gjë. Okej. Te logjika. Të paktën mua më çon atje. Po, okej. Kur në një sherr të tillë banal në dukje, përfshihen njerëz që janë të trajnuar, sepse këta dy çunat që e kanë goditur kanë qenë policë. Po. Domethënë këta nuk kanë qenë njerëz të zakonshëm që se dinë se çfarë është arma dhe se dinë se çfarë është krimi. E kupton, ata janë njerëz të ndërgjegjshëm që nuk mund të përdorin armën, nuk mund të përdorin thikën, se madje janë stërvitur, trajnuar dhe me gjaktësinë. Trajnuar, instruktuar që të jenë sa më gjatë. E kupton? Profesionist. Ata janë profesionistë. Domethënë, nëse ata kanë arritur ta godasin me thikë, nuk e kanë bërë se kanë qenë gjak nxehtë, e kanë bërë se kanë qenë pikërisht të qëllimshëm për të bërë atë që bën. E kupton? Tani janë përfshirë trupa sigurie apo trupa policie, të mos harrojmë që këta njerëz detyrimisht kanë lidhje me dikë më sipër. Nuk janë njerëz të rastësishëm këta. Thjesht fjala bodyguard do thotë që janë në shërbim të dikujt. Po. E kupton? Fakti është që ai ambient atje del që është një ambient droge. Apo jo? Aty është pastruar një man me para. Janë investuar para që duket se burimi nuk është burim i lishëm, burim droge. Dhe personi që mbeti viktim vjen nga Anglia dhe është portugez. Në Shqipëri ne kemi një njerëz të dënuar me burgim të përjetshëm, quhet Ruben Saraiva. Ngjarja e Lezhës e Shëngjinit e para 3 vjetëve kur ka qenë mars-prill të 2023-shit. Dhe personi ka qenë kandidat për zgjedhjet lokale, përveç se ishte dhe biznesmen, kishte një hotel të vetin. Është vrarë në lokalin e tij, bam, nga një person i maskuar me skafandër dhe me një motorino me motor që ka qenë. Tani, nëse bëjmë një fotografi personi që ekzekutoi këtë, apo si që shikojmë atje në video, dhe të marrim, të rreshtojmë shqiptarët që kanë të njëjtat karakteristika trupore, mund të dalin të paktën një 1000 veta. Apo jo? Kanë kapur këtë qyqarin, e kanë rasur brenda, dhe policia që në sekondën e parë, bashkë me prokurorin, të paktën brenda, si thuash, 48 orëshit, kanë pretenduar që i kanë pasur tëra provat, shkencërisht, në të thashtë e morë në rasën brenda, gjetën dhe bashkëpunëtorët. Tani, ku janë bashkëpunëtorët? Bashkëpunëtorët janë akoma në Angli, edhe pse gjykata angleze e ka lejuar ekstradimin, dhe çuditërisht gjykata shqiptare
dënon Sarajevën në mungesë absolute të atyre që janë bashkëfajtor, që natyrisht shërbejnë si dëshmitar, janë vetëm dëshmitar ata. E kupton se s'ka pasur njerëz të tjerë. Ka qenë vrasësi, ka qenë ai që u vra, dhe ata që me demek e kanë ndihmuar për të parë lëvizjet e tij. Po. Ku janë ata? Pse si mori shteti shqiptar? Dhe si guxon ky shtet të marrin të dënojë një njeri në mungesë totale të dëshmive? Për të mos folur pastaj që e fejuara e gjasme Porosicit, që është akoma në Angli, është keq trajtuar nga policia dhe është kërcënuar që të pranonte fajin. Nga ana tjetër, drejtori i policisë së Lezhës i asaj kohe, zoti Bushati, nuk ka pranuar të kaloj vettingun sepse dukshëm ai kishte frikë që do dilnin pasuri dhe parat fshehura. E kupton? Nga ana tjetër, po i njëjti njeri që largohet nga policia me dëshirën e tij, 2 javë më vonë ftohet nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për t'u futur prapë në polici si këshilltar, personali i drejtorit përgjithshëm, dhe të gjitha këto së bashku përbën një mal me dyshime, sipas së cilit Sarajeva nuk është, domethënë nuk mund të jetë, të paktën duke parë të gjitha këto, gjithë me të vërtet vrasësi. Nga ana tjetër, unë mund të them që nëse policia dhe prokuroria do të ishin me të vërtet interesuara për të parë të gjithë jetimin në shterim, si quhet në gjuhën e ligjit, do të dilnin të tjerë personazhe të implikuar. Dhe po flas, do të dilnin të tjerë jo kështu sa për të thënë një fjalë në tyme, po personazhe që kanë një historik të veprimeve të tilla. Në përndjekje me qëllim dëmtimin serioz, kërcënimin e rënd, goditjen, ndoshta dhe eliminimin fizik. Tani këtë portugezin që u vra në Ksamil, si e lidh me Lezhën, me vrasin e... Po si mund të qelloj që ky njeri vjen drejte nga Anglia, vjen këtu, po portugez, po portugez, përfshi në një grup droge. Si përfshi në grup droge? Po pra, sepse bashkë me portugezin ishin dhe 2 turq, ose bashkë me vrasësin. E kupton? Jo me vrasin. Bashkë me vrasësin ishin dhe 2 turq. I vrari, është i vrari i portugezi. Prit, portugezi ishte i vrari. 2 të tjerë, domethënë në atë grup, midis vrasësve dhe të vrarit, ishin dhe 2 shtetas turq. Po turqit që hynë të mes? Po turqit janë nga më ekselentët në tregtinë e drogës. Po, atë dim. Dihet kjo. E dyta, vetë pronari është i drogës. Tashti le të shkojmë, le të rikthehemi çik në Lezhë. Po pra, atë ta kuptojmë si lidh këtë me Lezhën. Se turqit janë mjeshtrat e drogës me atje. Nikulaj, ndjes pas, ai që u vra. Djaliri 30-35 vjeç, sa ka qenë 40 vjeç. Ishte pjesë e partisë së Tom Doshit. Direkt pas Tom Doshit, domethënë pasi u vra ky, anglezët bën një sulm mediatik kundër Tom Doshit, duke munduar që ta largonin nga vetja me pretendime se Tom Doshi kërkohet nga policia australiane, ku digjaun, për organizim vrasjesh, droge, prostitucioni, e ku digjaun, pengmarrjesh, e ku diun. Tani, Nikula ishte pjesë e partisë Tom Doshit. Sot rezidenca e partisë Tom Doshit është vetëm 20 metro larg ambasadës britanike. Çfarë lidh kjo? Prit. Ti e di sa parak merr Cherry Blair këtu në Shqipëri? Jo. Po të paktën deri tani mund të ketë marrë një 3-4 milion dollar, euro. Prit, janë 3-4 milion dollar më burr. Po kjo është vetëm ajo. Që duket. Që është mbi tort ajo që duket. Cherry Blair natyrisht është e shoqja e Tony Blair. Në vitin 2005 Tony Blair ka qenë kryeministër i Britanisë Madhe. Dakor? Dhe në atë kohë Tony Blair ka marrë Tony Blair, domethënë shteti anglez. Ka marrë një shërbim nga ana ime, i cili ka pasur pasoja
jashtëzakonisht pozitive, duke pasur parasysh se nëse nuk do merrej ai në shërbim, pasojat do të ishin jashtëzakonisht të rënda, jashtëzakonisht negative, por nuk e ka marrë direkt nga unë. E ka marrë nga ambasada amerikane në Rom. Megjithatë e ka marrë vesh prej meje se çka kishte ndodhur. E kupton? Po e di që e ke boti që këtë shërbimin? Sigurisht. E ka ditur, domethënë, nuk e ka ditur në kohën direkt, por e ka ditur një vit më vonë. Më vonë. Ja, kush ja tha? Unë. Ja the ti? Po. Si, me çfarë nëpërmjet cilit kanali ja the? Nëpërmjet ambasadës britanike në Rom. I ka shkuar aty, je sigurt ka ardhur përgjigje? Por nuk bën vaki kur që ambasada t'i mohoj të parit të vendit, siç të thash unë këtu. Nëse një ambasadë merr një lajm të rëndësishëm kudo që të jetë në botë, është e detyruar t'ia thotë kryeministrit. Edi Ramës, domethënë, për ta thënë kështu si shembull. Por përveç kësaj, në tetor të 2013-s, domethënë në 3 tetor, kur Tony Blair ka ardhur këtu, unë kam bërë një email zyrës tij në adresën e tij. E kupton? Dhe i kam përmendur edhe këtë fakt me ngjarje, me numër telefoni si është marr informacione tjera. Dhe zotëria jo vetëm që është ka heshtur, por edhe për një faj kohë është zhdukur. Bile, sot unë mësoj nga burime të ndryshme gazetareske se një mori veprimesh në favor, domethënë pagesash, në favor të Cherry Blair janë bërë pa, si thuash, në kohë rekord, në formë urgjente dhe të fshehura dhe të pa justifikuara. Pse? Sepse Edi Rama dhe Tony Blair nuk kanë dashur të merrej vesh që shteti shqiptar vazhdon të paguante Tony Blair, ndërkohë që Tony Blair kishte detyrime ndaj meje, qoftë edhe thjesht morale. Kupton? Tani le të futemi çik më konkretisht. Në 4 nëntor të Tony Blair ka bollë fushatën e Ramës. Po, pra po. Apo ty të kalosh. Po pra, në 4 nëntor të 2011-s, ambasada britanike këtu ka marrë një dosje nga unë dhe në datën 11 kjo dosje ka shkaktuar rrëzimin e Berlusconit. Po çfarë bëk shumë më burr tash? Po të vazhdojmë apo të? Po jo, po tani ti ke rrëzu Berlusconin para se ndrotë jetë, Rahmeti pas shpirt aty ku është, se nuk e di. Ishte para se të hypte prapë në pushtet. Po pra, para. As për rrëzu të Ramën më burr. Sepse Rama nuk e kuptoni. Patriota si e patriota. Jo, nuk e kuptoni ju, Rama pikërisht për këtë arsye është atje. Që të fshehin të gjitha këto që kanë bërë këta. Dhe pikërisht prandaj ju jep toka, pron nga pasuria atyre dhe kërkon ta zhdukin këtë vend pikërisht